nga jo se çfarë është thënë? Zakonisht në këtë fazë për ata edhe deklarova fillimisht mirë, po në këtë fazë prokuria do të përpos elaborimit të provave dhe kërkesës dhe shtjellimit të provave të cilat do të janë administruar gjatë shërtimit gjyqësor, po ashtu edhe propozimit për dënim, prokuria me çdo kusht do të kërkoj edhe dënimin edhe pranimin e provave të cilat janë administruar gjatë këtij shërtimi gjyqësor. Mirë po, kjo nuk do të thotë që kërkesa e prokurisë për 45 vite për që të shqiptohet ndaj të akuzuarve, e njëjta edhe do të shpallen të njëjtit të akuzuar. Për arsye se në këtë fazë është prokuria ajo e para e cila do të jap fjalën përfundimtare, është pala dëmtuar, po ashtu edhe mbrojtja. Dhe në përfund është gjykata ajo e cila do të vlerësoj secilën provë veçanërisht. Dhe kanë një afat kohor avokat, pra nga sot me prokurorin, nesër tek pala e dëmtuar, dhe më pas tek mbrojtja ka një, le të themi, koordinim që bëhet për sa i përket ditëve në vim kur pritet pra që të mbahen? Në bazë të vendimit të cilin është nxjerrë nga ana e dhomave të specializuara të Kosovës, janë edhe afatet kur edhe prokuria ka afatin për të paraqitur fjalën përfundimtare, palët e dëmtuara, po ashtu edhe mbrojtja e të akuzuarve, të cilët i kanë nga 4 orë, po ashtu edhe të akuzuarit të cilët i kanë nga 20 minuta mos gabofsha, për të paraqitur pretendimet e tyre. Pas kësaj është afati prej 90 ditëve kur edhe gjykata duhet të shpall aktgjykimin e saj, në rastet konkrete kur është një rast voluminoz dhe mund të kërkoj nga kryetari i gjykatës që të edhe një afat shtesë prej 60 ditëve, mirë po në bazë të afateve dikun ka mesi i qershorit mund të pritet edhe shpallja e aktgjykimit. Nuk do të thotë që këto afate janë strikte për faktin se gjykata mundet edhe më shpejt që të cakton seancën dhe të shpall aktgjykimin, ndërsa përpilimi i aktgjykimit të jepet edhe më vonë mas 60 dite të afatit të përcaktuar. E kanë mundësinë edhe të shtyrjes së afateve? Që do të çonte në një tezjatje tjetër? Afati i rregullt është 90 ditë. Mirë, po në qoftë se gjykata nuk mund të përgatisë brenda 90 ditëve të përgatitet që të shpall aktgjykimin, atëherë ka të drejtën që të kërkoj kryetarit të gjykatës sipas rregullores së brendshme të dhomave specializuara dhe një afat shtesë prej 60 ditëve që të jepet afat për shpalljen e aktgjykimit, përpilimin dhe shpalljen e aktgjykimit. Nëse bashku ndoshta shumë herë të tjera i kemi analizuar edhe për sa i përket ecurisë së procesit deri në këtë pikë, pra deri këtu ku është arritur që shihet, le të themi, shumë